Sa pëndoqim konferencën ku të ftuar kanë qenë personalitete të shumta, të politikës, të historisë, të jetës publike, midis tyre ka qenë i ftuar edhe një ndër gazetarët më të njohur në Kosovë, personalitet publik, drejtues aktual i emisionit Rubicon, Koha Televizion, por edhe analist e opinionist të shtypit të shkruar, zoti Adreti Kelmendi, që kam kënaqësinë ta kemi ftuar në studio. Mirëmbrëma zoti Kelmendi. Mirëmbrëma, kënaqësia është e tëra imja, faleminderit. Kënaqësia është e dëfisht kur një koleg interviston një koleg në këtë rast. Por rreth par rasti për të qenë në Tiranë në këtë ditë erdhi në kontekstin e një konference e cila ngjante sikur filozofinë të paktën politikanëve këtej ande kufirit e afron në logjikën që nëse do të ndodhë një herë bashkimi, do të ndodhë në familjen e përbashkët europiane. Por mesazhe të tjera të rëndësishme se konferencë, çfarë do të përcjellni? Kjo ishte domethënë ai mesazhi që del rëndom, po e veçanta e kësaj konferencë unë vetë po mendoja që ta kthejmë pak në këtë fushën tonë të publicistikës, po mendoja se në sa konferenca kemi qenë gjithë ne, sa shpesh gjithandej për tema të ndryshme me shumë domethënë palë përfaqësues të Ballkanit, të rajonit, transatlantike, e sa pak konferenca kemi pas që t'jemi ne shqiptarët me problemet tona. Kjo ishte diçka e mirë që ndodhi sot me organizimin e ambasadës së Kosovës në Shqipëri dhe mblodhi, si që kishit edhe ju, e filluat kronikën e lajmeve nga kjo konferencë me një duashtërëngim shumë të rrallë, besoj, ndërmjet zotit Berisha dhe zotit Rama, ku u hodhen pra shumë teza, u lexuan shumë kumtesa për çështjen gjatë 100 viteve të pavarësimit të Shqipërisë dhe marrëdhënien me Kosovën, kontributin e kosovarëve që kanë dhënë për këtë dhe gjithsesi se kjo politika zyrtare pra e sotme është që do të bashkohemi në Bashkim Evropian, por për te asaj mund të vlerësojmë se ne kemi shumë mundësi që tash të jemi bashkuar, nëse nuk do të bëjmë bashkimin politik. Kjo mbetet një vullnet njëherë për njëherë kemi të sankcionuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës që derivon nga pakoja e Ahtisarit, por kjo mbetet diçka ne dim se ndryshojnë rrethanat, por ta shfrytëzojmë derisa të vijë një momentum i ri për këtë çështje dhe nëse e duam vërtet që të bashkohemi, ndoshta do të votojmë nesër në ndonjë referendum që të mbesim kështu që jemi, i kemi 2 vota ndërkombëtare, e shumë çështje të tjera që mund ta leverdismë shumë. Por kemi shumë fusha të tjera ku mund të bashkëpunojmë shumë më tepër dhe nuk po i shohim se po ndodhin, pra kemi siç u përmend edhe në konferencë vetëm një abetare të përbashkët dhe jo të unisuar sistemin e arsimit, e shumë fusha për të mos i numëruar këtu me radhë që mund të bashkëpunojmë s'na pengon kush, por shumtën e kohës përdoret kjo çështja e bashkimit më tepër në terma folklorik ose të disa subjekteve politike që shkojnë direkt në atë idenë e madhe të bashkimit politik me një kryeqytet e gjitha tjerat dhe anashkalohet kjo gjithë sfera që na është krijuar me lirinë e Kosovës, me pavarësimin e saj dhe me Shqipërinë e hapur më në fund që të bashkëpunojmë në shumë sfera pa na penguar kush. Ju me të drejtë evidentuat që media e pati tërheqjen e vëmendjes, fokusin tek shtrëngimi i duarve Rama Berisha. Kjo sepse politika arrin të vjedhë vëmendje edhe kur bëhet fjalë për çështje të tilla të interesit kombëtar. Dhe si një simbolik e filozofisë që politikanët si në Shqipëri dhe në Kosovë, në emër të avancimit të aspiratave integruese të interesave kombëtare, shpeshherë i kanë monopolizuar për t'i përdorur për interesat pushtetit, a shihni linja paralele të kësaj filozofie si në politikën shqiptare dhe atë kosovare? Po, ne mjerisht duhet të thënë shpesh që këto veset negative, ndoshta jo shumë për t'u lavdruar, bartën më shpejt nga njëra anë në tjetrën se sa të mirat ato që janë cilësore. Dhe ndonse nuk janë në nivelin polarizuar si që shohim Ramën e Berishën, ose përgjithsisht liderin e Partisë Socialiste, pasi që lideri i Partisë Demokratike është i njëjti tash sa kohë, pavarësisht se janë ndruar në Partinë Socialiste, vazhdon kjo betejë, gjuha e ashpër, që në Kosovë nuk ka arritur në këtë nivel, por shihen shkëndiza aty këtu duke dalë dhe nganjëherë dhe bëhet fenomen në Kosovë, pra gjithnjë edhe popullata reflekton duke thënë se po bëhemi si në Shqipëri. Por Shqipëria ka shumë gjëra të bukura që pse mos t'i marrim ato gjërat e bukura, po nga rendin për t'i marrë këto negative. Ndoshta sepse betejë për pushtet është e njëjtë kudo. Po, dhe ndoshta edhe Kosovë është çështja tjetër që janë disa subjekte politike, janë 2 që konsiderohen pak më të mëdha, por janë edhe të tjerat pa të cilat nuk bën të formohen koalicionet dhe nuk është pra vetëm 2 subjekte të mëdha që dihet do fitoj ose njëri krah ose tjetri dhe kjo bën që të kalkulohet të ketë një vizion
me afatgjat të marrëdhënieve ndërmjet subjekteve politike dhe liderëve, pasi që kur nuk i dihet mundet secili me secilin në çdo kohë në Kosovë të bëjë një koalicion. Artis mundurës politika. Megjithatë, janë dy data të rëndësishme përpara shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. 28 nëntori, që në takon të gjithëve bashkë, dhe me të drejtë ju keni evidentuar në editorialin tuaj të fundit 29 nëntorin, si ditën kur pritet që Tribunali i Hagës t'japi një vendim për Ramush Haradinajn. Ju e keni konsideruar një ditë me impakt të jashtëzakonshëm për të ardhmen e Kosovës. Për çfarë arsye? Është çasti i tillë, duke parë edhe brishësinë e koalicionit të tashëm qeveritar. Pra kemi hyrë në një situatë kur janë duke zhvilluar disa bisedime, negociata realisht me Serbinë, të cilat janë mohuar deri para 3-4 muajsh fuqishëm edhe nga kryeministri Thaçi dhe nga i gjithë spektri, dhe tash për njëherë është parë se nuk mund t'i shmangen kësaj rruge dhe është dobësuar edhe përkraja brenda vetë koalicionit qeveritar. Kjo është e para. E dyta është se gjithsesi po e shohim se po imponohet çështja e veriut të Kosovës në këto negociata. Dhe është edhe shtytja ndërkombëtare, pra kishim atë vizitën e famshme që ndodhi edhe në Tiranë, pastaj në Kosovë të sekretares amerikane të shtetit Clinton dhe baroneshës Ashton, pikërisht për të shtyrë përpara këtë agjendën e negociatave, dhe gjithsesi siç kanë dhënë edhe ato sinjalet, jo vetëm gjatë vizitës në rajon, se duhet pritur kompromise edhe gjatë këtyre bisedimeve. Kosova i ka bërë kompromiset e veta, pra vetë pavarësia Kosovës në një formë ose një tjetër është në një kompromis, por është parë se ka mbetur si një konflikt i ngrirë kjo çështja e veriut të Kosovës. Tash këtu thyen edhe shtizat dhe këtu mund tjetë ajo përpjekja e madhe për të bërë një front sa më të fuqishëm në qeveri, mënyrë që të përballet me një qeveri bukur të fuqishme në Beograd që u formua, pra siç e dim, nga dy subjektet politike më nacionaliste sigurisht në Serbi, që janë ajo pasardhësia e partisë së Sheshelit, i cili gjykohet në Hagë me Nikulishin president, dhe partia, në fakt, e Miloševićit, e cila kur nuk u ndalua, si shpesonim ne do të ndalohet si partia naziste në Gjermani, por vazhdoi, i humbi pas luftës në Kosovë dhe pas rrëzimit të Miloševićit nga pushteti, i humbi votat dhe përkrahasit, por dal nga dal u këndoi dhe erdhi deri në atë masë sa të bëhet ish zëdhënësi i Miloševićit, tash kryeministër i Serbisë. Tulet një tryez me ish komandantin UÇK-s. Dhe besoj se këtë e kanë vrejtur edhe në perëndim dhe gjithë ata që janë të interesuar që të zgjidhin këtë problemin e Kosovës dhe Serbisë, dhe tash kërkojnë nga këta akter që janë shumë të rëndësishëm që tulen dhe të gjejnë zgjidhje kompromisi. Pra duke pasur ata që, siç e tha një ditë ose dy përpara vetë kryeministri Srđ Dačić, po të takoheshim në kohën e luftës, do ta qellonim njëri tjetrin, ose unë do vrisja Thaçin ose Thaçi mua. Po sot bën lajm shtrëngimi duarve. Pikrisht. Se ka ndryshuar. Dhe zoti Haradinaj, duke qenë po ashtu një personalitet i fuqishëm, do t'jepte shumë një fuqi dhe kredibilitet këtij koalicioni, por jo vetëm për ta parë në kontekstin ndoshta negativ të bërjes së kompromisit, por edhe për ta fuqizuar me ide të reja, ndoshta ekspertizë më të madhe. Jo, shikoni të dobët këtë moment përfaqësimi të Hashim Thaçit në cilësinë e njeriut që me ndërmjetësinë e baroneshës Catherine Ashton është përballë Ivica Dačić. E shihni të dobët, është një moment politik në cilin opozita ka ditur ta intimidojë, ta dobësojë, apo është një pushtet që konsumohet me kalimin e kohës? Po ndodh diçka shumë e çuditshme në fakt në Kosovë, ku ndoshta po të thirrën në emocion votbesimi kjo qeveri, do të binte, pra pasi që ka edhe të pakënaqur në brenda vetë Partisë Demokratike të Kosovës, por është edhe ana tjetër, besoj, që është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe subjekte tjera që janë në opozitë, të cilat këtë momentum nuk e shohin shumë të volitshëm për ta marrë pushtetin, pikërisht për shkak të negociatave me Serbinë dhe problemet e mëdha që parashihen se mund të ndodhin, kështu që është kjo situata që gjithë bëjnë kritika ca për çem, por askush nuk e sfidon, përveç lëvizjes vetëvendosje, e cila ka qenë edhe e vetmja që nuk e ka votuar në kuvent rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe siç e dim, ndërmori edhe aksione në rrugë me protesta dhe të tjera. Në çfarë do të mund të hynte Haradinaj në politikë? E para njërë do të presim vendimin e tribunalit, cili për herë të parë pas 17 vjetësh rigjykon një person që ka dalë i pafajshëm në gjykimin e parë. Shpresoni që do të jetë i lirë në datën 29? Siç e shkrova edhe në editorialin tim,
ne jemi befasuar edhe herën e parë, pasi që për gjithë këto 19 vite apo 20 për sa ekziston tribunali OKB-s për krime luftë në Hag, kjo ishte hera e parë kur dikush që u lirua si pafajshëm u kthye në rigjykim. Rigjykimi i pjesshëm, por ja mori edhe 2 vjet, pra duke qëndruar në pjesën më të madhe në paraburgim. Dhe jemi befasuar atëherë, dëshiroj të mos shoh se do befasohemi sërish. Por pra njëherë ka ndodhur një befasi. Generalet e Kroacisë? Po ashtu ishte një befasi, që s'është pritur, por ekspertët juridik deri tash dhe ajo që ka shparë thonë se nuk është arritur asgjë të provohet e re në këtë pjesë, pra në këtë rigjykim të pjesërishëm, kështu që logjika thotë që gjasat shumë të mëdha, për të mos thënë absolute, duhet ishin që ai të lirohej. Avioni e sjell në 29 nëntor në Prishtinë. Skenaret e mundshëm të hyrjes Haradinajt në politik dhe çfarë implikimesh mund sillte për këtë konfiguracion aktual? Tash unë kam thënë, edhe po të hyjë në politik, edhe po të mbetet në opozitë. E para, AKJ ka bërë bukur të qartë se do pranoj vetëm me Ramush Haradinaj si kryeministër të hyjë në këtë koalicion qeveritar. Ata besojnë se mas madhe dhe me drejt, pasi që zoti Ramush Haradinaj kishte 100 ditë vetëm si kryeministër i Kosovës, e filloi me elan të madh, edhe pse unë edhe me ta shpesh e kam ngritur në pikpyetje se sa mund tregohet për 100 ditë, por 100 ditë që është gjithmonë ai vrulli i madh i një qeverie tre dhe u ndërpre për shkak se ai u vetëdorësua pas akuzës nga Tribunali i Hagës. Dhe tash AKJ-ja konsideron se ata e meritojnë që të hyjnë qeverisje dhe të jepet edhe një shans Ramush Haradinajt, pasi që ai mund të bëj shumë shka për Kosovën. Po nuk e shoh se si do të mundet vetë zoti Thaçi t'i bëj hapësirë për të bërë kryeministër zoti Ramush Haradinaj, pasi që kjo pastaj ka shumë komplikime të tjera. Para zoti Thaçi, megjithëse me vota shpesh të kontestuara, pra është thënë se Partia Demokratike e Kosovës ka manipuluar shumë në zgjedhjet e fundit, po ashtu siç ka pas raste edhe në disa nga partitë e tjera, ndonse në nivelin më të vogël është thënë. Megjithatë është njeriu më i votuar në Kosovë dhe ka ndoshta 5 fishin, nuk e di saktë, po 4 fishin ose 5 fishin e votave të Ramush Haradinaj. Kështu që do të dukej një çedim gati pa justifikuar ideologjik. Shkoj. Tash si do të mund të bëj kjo ndoshta duke shkuar në zgjedhjet presidentit për Thaçin, ndoshta edhe pa shkuar në zgjedhjet drejt për drejt presidentit. Po, kjo do të mund të bëj, domethënë një skenar i tillë. Më i mundshëm është skenari kur AKJ-ja të hyjë në qeveri, por të jetë një premtim që pas një kohë ose pas zgjedhjeve të reja të bëhet Haradinaj kryeministër, nëse si një koalicion i përbashkët edhe parazgjedhor do t'i fitojnë zgjedhjet, që edhe kjo nga ato që kemi parë deri tash nga zyrtarët e lartë të AK-s, duket si diçka pa mundur, pasa që ata thonë ne jemi këtu, ne po na kërkojnë të hyjmë dhe do të hyjmë nëse respektohet ky kushti i madh, zoti Haradinaj kryeministër. Nëse nuk ndodh ky skenari, pra ta zëm se nuk do t'ja jap zoti Thaçi postin e vet zotit Haradinaj, do të shohim një gjallërim të opozitës, pasi që AK-ja mas të madhe në mënyrë të arsyeshme nuk ka mundur t'jep maksimumin e saj 10% e votave, 11% e votave. Me lideri në tribunal? Po, me tribunal të Hagës, dhe do të bëhet si të krijohet ndoshta edhe një subjekt i ri politik që ka një fuqi mbi 10% të elektoratit, dhe kjo ndoshta do të arrijë edhe një efekt një mobilizimi të ri, ndoshta mund t'i marrë edhe ca vota nga subjektet të tjera politike nesër në zgjedhje, pasi që ka pasur një pezullim ose stagnim të pozicioneve këtyre subjekteve politike ekzistuese. Ne po shohim, pasi që kishim zgjedhje komunale bashkiake në 2 komuna, në Kaçanik dhe në Ferizaj, dhe pam se renditja bukur shumë ka mbetur e njëjtë. Në njërën Partia Demokratike e Kosovës fitoi pa balotazh, pra që në raundin e parë dhe në të tjetrën kishte pak ngritje të lëvizjes vetëvendosje, po prap pak a shumë shihet se kanë mbetur aty pozicionet e subjekteve politike. Pra pas 29 nëntorit diçka është e sigurt, o do të kemi një qeverisje më të fortë, e gatshme për të ballafaquar në dialogun e ardhshëm me Serbinë,
dhe për vendosur fatin e Kosovës, ose një opozit shumë të fort, që në të dy rastet do t'i shërbenin për mirë Kosovës. Dhe ky përkim, në fakt, keni bërë një paralele të vendimit për Ramush Haradinajt edhe herën e parë në 2010, në aso kohë ishte gjykata ndërkombëtare drejtësisë që jepte vendimin për vlerësimin e Haradinajt, por edhe në një refleksion të fundit. Ky 100 vjetor. Unë dje bëra një intervistë me një studiuese britanike që cilëson të sërish të pasgjidhur çështjen shqiptare, edhe pas 100 vjetësh duke referuar dhe pavarësisë Kosovës. Për ju, pse mbetet një çështje pasgjidhur? E shikoni më shumë problem të vetë faktorit ton politik, apo konjunktura ndërkombëtare vendet e vogla gjithsesi nuk i ndihmon dot? Mundet, ka shumë shka pra nga shumë nga këto që i përmendet, po si që kam shkruar edhe në një shkrim tjetër, shqiptarët një kohë bukur gjatë e kanë neglizhuar ta shohin tash hartën e re të Ballkanit. Pra, ne jemi mësuar të themi se Shqipëria është i vetmi shtet në Ballkan, i cili është i rrethuar me popullat etnike, pra përgjatë gjithë kufive saj, pra në Malzi, në Kosovë natyrisht, në Maqedoni dhe një pjesë në Greqi. Dhe tash pavarësia Kosovës është pra një kompromis, por megjithatë Kosova është shteti shqiptarëve. Këtë duhet pranuar. Nëse jetojnë mbi 90% e popullatës janë me etni shqiptare, është shteti shqiptarëve. Por çka ka ndodhur për dallim nga ajo para 20 vjetësh e ca, edhe Serbia tashmë nuk i ka gjithë serbët që jetojnë brenda shtetit të saj. Pra ka që kanë mbetur në Bosnjë, ka në Kosovë, në Veriu, ka pra në Malzi, ka në Maqedoni, në pjesë dhe dikush mund ta kesh kuptoj këtë pasi që thotë se nuk krahason Kosova shqiptarët me Serbinë, pasi që shqiptarët kur s'kanë qenë pushtues ose serbët kanë humbur luftrat që kanë nisur vetë. Po, por ata serbët i kanë humbur luftrat dhe tash është kjo harta e Ballkanit dhe Kosova po ja arrin edhe njësin njojët e saj dhe ka mbetur çështja e Veriut. Unë kam thënë se s'mund të ketë synim pra Serbia, siç ende e ka, të ketë një Serbi etnike që në mënyrë pejorative shpesh quhet Serbi e madhe, siç është përdorur në mënyrë pejorative Shqipëria etnike si Shqipëri e madhe, pra s'mund të ketë një Serbi etnike, nëse nuk do të jetë edhe Shqipëria ose shqiptarët nuk do ta kenë shtetin e tyre etnik, pasi që gjitha këto vende, edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Serbia po aspirojnë të integrohen në Bashkimin Evropian. Dhe ne shqiptarët po e themi, siç u tha edhe sot në konferencën që përmendëm, se ne do të bashkohemi në Bashkimin Evropian, por e kemi në anën tjetër vetë kryeministrin serb që thotë qëndrimi im personal pavarësisht politikës është që Kosova të ndahet dhe mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë. Por unë këtu e bëj paralelen me luginën e Preshevës. I kemi tri komuna atje dhe dua që gjithë këta faktorë, sidomos Bashkimi Evropian, të mos luaj me standarde dyfishta sa i përket pra shqiptarëve që jetojnë në luginë Preshevës, sidomos dhe serbëve në veri. Pasi që nëse një Serbi evropiane nuk i respekton drejtat e shqiptarëve në luginë të Preshevës në standardet evropiane, pra të kërkuara nga Bashkimi Evropian, njëjtë do duhet vlente edhe për Kosovën dhe serbët që janë në veri, por unë vlerësoj se ne në Kosovë e kemi edhe kushtetuta që doli nga Pakoja e Ahtisarit, garanton madje edhe përtej shumë vendeve të dëshmuara demokratike në Evropë të drejta për komunitetet serbe dhe pra ka dishmëri që këto edhe të avansohen. Kështu që unë kam thënë që gjithçka që mund vlej nesër për serbët në veri, pasi që po shihen ende si problem, duhet vlej reciprocikisht edhe për shqiptarët në luginë të Preshevës, pasi që si mund t'i them njësoj, një Kosovë pro-evropiane dhe një Serbi pro-evropiane që kanë standarde të dyfishta për drejtat e komuniteteve pakicë. Pra nëse ne i japim drejta edhe më të avancuara se si kanë serbët në veri, atëherë njëjta do të vlente si kusht nga Bashkimi Evropian edhe për Serbinë. Pastaj ne i kemi për shkak të 3 parimeve grupit të kontaktit njohura tashme që s'ka ndarje të Kosovës, s'ka kthim në situatën e vitit para 1999 dhe integritet territorial, sovranitetit paprekshëm. Po, i paprekshëm, atëherë e njëjta pra do duhet të respektohej, ose nëse ne nesër si shqiptar ose si Kosovë dhe serbët Beogradi merremi vesh që ndoshta edhe
të ndahet ajo pjesë do duhet vlente njësoj. Edhe pse unë nuk e dëshiroj, pra dëshiroj të besoj se ne jemi shtete, do të jemi shpejt pjesë e Bashkimit Evropian ku respektohen drejtat e komuniteteve pakisë, pra nivelin që ata i bën të kënaqur me jetën dhe mirëqenien e tyre dhe nuk i bën se të ndihen qytetarë. Por gjithsesi filozofia e reciprocitetit dhe në rast të vullneteve të shprehura në formë ekstreme do duhet funksiononte edhe në këtë rast. Zoti Gelmendi, çështja shqiptare në vetë ende pasditur, sepse ne flasim gjithmonë në nivel politik, diplomatik të analizës, shpeshherë abstrahojmë nga shpirti, ajo që vetë shqiptarët ndjejnë, por ju e thatë mirë në krye të kësaj bisede. Nuk ka nevojë të flasim vetëm për bashkime politike, ka shumë fusha tjera ku kjo gjë bëhet dhe ku për fat të mirë teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk ndërhyn fare. Ishte kënaqësi që unë t'ju kisha në studio, ju uroj punë të mbar me Rubikonin. E besoj do të kemi rast të shkëmbejmë ide gjithnjë më tepër në funksion të këtij bashkimi. Faleminderit. Do të dëshiroja t'ju shoh edhe ju në Rubikon shpejt. Me shumë kënaqësi do të vija. Nderuar teleshikues, isha me zotin Adriatik Gelmendi, personalitet televiziv në Kosovë, gazetar, analist, drejtuesi i emisionit Rubikon në Koha Televizion, i cili ndodhej në Shqipëri në kuadër të konferencës organizuar nga Ambasada Kosovare për 100 vjetorin e pavarësisë, ndërkohë që në të njëjtën konferencë ka qenë i ftuar edhe kryetari i Parlamentit të Kosovës, zoti Jakub Krasniqi, ku përpos fjalës së mbajtur në konferencën në fjalë, ka zhvilluar një takim edhe me kryebashkiakun e Tiranës, zotin Lulzim Basha, ku kanë diskutuar për nivelin e bashkëpunimit midis dy vendeve, gjetjen e hapësirave të reja nëpërmjet të cilave mund të shtohen shkëmbimet. Ju në ekranin e duke ndjekur edhe pamjet e takimit të sotëm. Zoti Krasniqi ka vlerësuar atmosferën e mrekullueshme që ka gjetur në Tiranë në këtë 100 vjetor të pavarësisë. Në këtë 100 vjetor të pavarësisë, tha kryebashkiaku Basha, Bashkia e Tiranës ka vendosur që pjesë të aktiviteteve të rëndësishme të jenë edhe vendosja në Tiranë shtatore së simbolit të qendresës së shqiptarëve për liri, komandantit legjendar Adem Jashari. Zoti Basha ka ftuar edhe kryetarin e Kuvendit Kosovës Jakub Krasniqi të jetë pjesë e kësaj ceremonie. Kjo ceremoni do të mbahet me nderet më të larta ushtarake. Më 27 nëntore do të marrin pjesë drejtues lart nga qeveria e Kosovës, e Shqipërisë, pjesëmarrës në luftën e UÇK-s dhe familjarë të rëndëve në këtë luftë.